Të nderuar shikues të Star Plus, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin tonë për javën tonight. Në këtë emision kam të ftuar Tedi Koplikun, kandidatin e Partisë Demokratike që garoi në listat e hapura në përzgjedhjet e 11 majit. Një prej personazheve më nxehtë, më të spikator për fushatën e opozitës, me cilin do të diskutojmë pikërisht për rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, do të bëjmë një analizë në kundërshtrimin e opozitës, por gjithashtu edhe për një takim që do të zhvillojnë nesër si takim falënderimit ndaj mbështetësve të tij. Tedi Kopliku, mirë mbrëma dhe mirë se erdhën tonight. Mirë mbrëma, ju falenderoj për ftesën. Para 2 muajve pikërisht në këtë studio e kemi filluar emisionin bashkë kur në prag të primarëve pikërisht me një pyetje që niset prej një prej punimeve të departamentit ku ju bëni pjesë, Brain Gain. Pra, ata thyhen. Edhe këtë radhë, me sa duket, mazhoranca nuk u thyhe. Me shumë mundësi ata thyhen nëse ne luftojmë dhe bëjmë pa mujtënën që ata të zhveshen nga guacka që ata kanë ndërtu. Ata thyen, është ai manuali i propagandës që ju i bani referencë, i cili kishte pra për qëllim ose synonte, thotë që nëse ne zhveshim nga propaganda dhe nga gënjeshtra Partinë Socialiste, ajo mbetet e zhveshur. Dhe çfarë ndodhi? Ne vazhdojmë prap me të njëjtën propagandë, sikur këtu jetojmë një demokraci normale, dhe me njëherë pas zgjedhjeve e verifikume dhe e vërtetume sipas të tana standardeve që këto zgjedhje janë vjedh, me njëherë e gjithë artoparlantët sjellën drejt opozicës, pse e lat me ju vjedh dhe kur do t'japin ndërheqjen zoti Berisha. Pra, ne vazhdojmë prap të njëjtën narrativ, të njëjtën histori dhe besoj që do të vazhdojnë edhe për shumë muaj, ndërkohë që Partia Demokratike dhe opozita shqiptare duhet me dokumentu dhe është detyrë e saj, sepse shteti dhe institucionet e tij nuk e bëjnë detyrën e tyre për me mbrojtë zgjedhjet dhe për me siguru që shqiptarët me votu i lirë. Ndërkohë që ne do të marrim me dokumentimin, jam i sigurt që në gjithë studiot televizive do të flitet po prap për atë që këta i bën të pathyeshëm rënën që këta kanë ndërtu, sikur problemi është tek oferta që e Partia Demokratike, oferta programi që e Partia Demokratike, dhe në gjitha studiot do të flitet më pak çdo ditë për manipulimin dhe tjetërsimin e votës, apo pamundësinë për me zgjedhje të lirë, qysh prej numrit zmallum të administratës, gjë që ne kemi denoncuar çdo herë, që të mos duket sikur po justifikoj hupjen e Partisë Demokratike, ne thojmë që janë vjedh dhe duhet ta vërtetojmë ne dhe ta dokumentojmë dhe ta bëjmë të pavlefshme këtë fitore quajtën të Partisë Socialiste, sepse nuk ka asnjë logjik që e bën me noll, pra një keqeverisje prej 12 vitesh dhe këtu vinë shtohen mandatet, zero program, s'ka asnjë program, me disa lista anonime ose përfaqësues të bandave dhe prap ata shtojnë numrat e tyre, shtojnë forcën e tyre në parlament, sa nuk kanë nevojë më as për aleatin, pra zotin Doshi, nuk kanë nevojë më për asnjë parti të vogël apo këto paterica që kanë ndihmuar me fragmentizu votën e opozicës. Dhe patjetër që ata thyhen, por regjimet nuk thyhen për një natë, as nuk thyhen për një ditë, as nuk thyhen me një betejë. Ata kanë ndërtuar një mega strukturë e cila nuk dallon më shtetin nga partia, dhe këtë e kena pa me gjithë ato filmimet, pra ato si mi kanale që delshin me kapuça, me gjuspyk, spirit e kohës të komunizmit, tashmë kanë emrin petroenergjista, që kanë ndërtuar një sistem të frikshëm, ku furnizohet me milionat e lekëve që pastrohen, jo vetëm kryeqytet, por në gjithë Shqipërinë, me milionat e eurove që prollohen nga droga, dhe mi tana me një sistem patronerzhimit perfekt, ku kena një administrat rreth 300.000 persona, ku sikur vetëm një person ose një person e gjysmë gjen secili prej tyre, dhe Partia Socialiste mos ketë asnjë votues në Shqipëri. Partia Socialiste mos ketë bind kërkënd që djalli Ersali Berisha dhe Partia Demokratike, prap ata fitojnë. Dhe diskutimi është a dona me vazhdu me jetu në këtë sistem ku tanë pranojmë që vjellen zgjedhjet dhe të merrena me viktimen dhe jo me atë që ka shkaktu vrasjen pra e demokracisë. Në fakt, duke dashur të rikthehemi tek situata në fakt para 11 majit. Sepse 11 majit duket sikur tashma kur votohet kemi një model 3, mund të themi, që tashmë nuk manipulohet me votën kuti, por përpara se të mbërrijë te kutia. A duhet të ishte Partia Demokratike, sepse po rikthehem edhe vetë tek kori i atyre të cilët përdesa kam edhe një përfaqësues të Partisë Demokratike. A duhet të ishte më e përgatitur, pra në kuptimin më përgatitur që paralelot e vjedhjen. Paralelot e vjedhjen. Po dyshim, ose të vendët e botës demokratike garancinë për
votën e lirë dhe për zgjedhjet lira e bën Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e shtetit. Pra sot ne na kërkohet ato duhet ishte më përgatitur. Po ishte e përgatitur, ka dokumentu masivisht prova për vjedhjen e zgjedhjeve. Pra Partia Demokratike ka njek gjitha fushbetejat e saj institucionale, nëpërmjet protestave, nëpërmjet propozimit, nëpërmjet programit, dhe sot është për një faktit, pra sot kena akoma të pa certifikume, 83 mandate, 82 mandate. 83 mandate, shumicë, dhe kena majt paka shumë mandatet e 2021-shit si Parti Demokratike, dhe këto partit e vogla nuk kanë bërë asnjë gjë tjetër përveç se kanë fragmentizu votën e opozicës. Gjitha të parathana nga opozita shqiptare, po këtu nuk është çështja, me na thanë ne kishim drejt. Ç'a mund bëhet më shumë Partia Demokratike? Dhe më thanë, Partia Demokratike duhet sigurote komisionerë numëruesa njerëz që rrezikojnë vendin e punës vetëm të kenë pjesë. Sot është shkarku një prej punëtorëve të bashkisë, për shembull, vetëm se ka kenë pjesë e komisionit zgjedhor apo të tjerë që kanë votën kryetaria e Partisë Demokratike ka humbur vendin e punës, e tjerë për ne dina presionin që bën administrata zgjedhësit, dhe në këtë gjendje ne kena siguruar numërimin e votës shqiptarëve, pra nëpërmjet komisionerëve, pra atë administratën zgjedhore që është e politizume. Këtu han debata, duhet apo s'duhet të jetë e politizume. Por në fundis Partia Demokratike ka bën maksimumin. Pra ka dokumentu vjedhjen, ka mbrojt votën e shqiptarëve dhe do t'i drejtohet institucioneve të shtetit. Ç'a mund të bëjë tjetër Partia Demokratike? Nuk ka asnjë lloj rruge tjetër përveç se me ndjek rrugën institucionale me bind shqiptarët që problemi më i vogël në Shqipëri është e ardhmja e zotit Berisha. Problemi kryesor i shqiptarëve është e ardhmja e Shqipërisë. A do të votojmë të lirë, apo do të zëvendësojmë zotin Berisha? Pra nëse ne e mbyllim gjithë fabulin me zëvendësimin ose me zgjedhjen e zotit Berisha, që është një çështje që i takon krejtësisht strukturave të Partisë Demokratike. Partia Demokratike mund të jetë partia më jo frymëzuese në Shqipëri. Kena alternativa tjera, ishte Agënshe, ishte Dreti Klapaj. Pra Partia Demokratike mundet me kenë një parti që le të vdesin. Problemi është vdekja e demokracisë. Dhe nëse ne merrena çfarë do të bëjnë strukturat e Partisë Demokratike për çështjet e tyre të brendshme, dhe nuk do të merrna me, sepse çdo shqiptar në takaj çdo ditë, po më dihet që vjedhin, po më dihet që këta i manipulojnë, dihet që këta bëjnë presion, po ju ç'a do të bëni? Ne ç'a do të bëjmë detyrën, përtej detyrës si parti politike, sepse në gjithë vendet e botës partitë politike sigurojnë kandidaturat, sigurojnë programin dhe i parashtrojnë shqiptarëve, dhe më thënë popujve tyne, alternativën e tyne. Nuk jena në këtë gjendje, dhe ne kena pranu me hinë. Dhe vetë kryeministri, për një samitin në Tiranë që u zhvillu në Tiranë me përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, e tha që zgjedhjet tona nuk janë si në Danimark, por jo, s'janë si në Danimark, po janë si në vendet e Afrikës dhe vendet e botës tretë. Dhe ato që kanë ardhur me njëherë mas zgjedhjeve, pra një formë legjitimimi të paktën simbolik i zgjedhjeve, ata na trajtojnë fikс si trajtojmë ne vetin. Ne jena një popullsi që po bjen në dorëzim përballë faktit krym, pra vjallën votat, pas ju s'jeni më të mirë, pra disa gjana që nuk kanë lidhje hiç me demokracinë, ndërkohë ata vinin na trajtojnë, hedhin këto emigrantët e paligjshëm. Franca pretendoi me hedh burgosunit e paligjshëm, këna i falemi cop ishull, këna i falemi cop tok, e kështu me radhë, dhe Shqipnia met një bajrak i vogël i një personit me grupin e tij, që është kryeministri me rrethin e tij të ngushtë, ndërkohë shqiptar largohen për ditë. Raporti i fundit që doli ishte në vendet ku varfënia ishte ul kam kryq. E para në Europë ishte Shqipnia, për sa i përket varfënisë dhe mundësisë për me ranë në varfëni. Para ta në vendeve tjera. Këto janë shifra që nuk i cakton, nuk i thot Partia Demokratike. E si ka mundësi që në këtë sistem, një vend ku emigrojnë më shumë se askërkund tjetër, diaspora votoka edhe 99% magjorance, siç në Berat, dhe si ka mundësi një popull kaq i varfër, voton qeverinë që ka 12 vjet, më ka të provojmë diçka ndryshe, apo të zhytëna më shumë varfëni. Dhe po shkrusha këtu, bile pa shaf sakt, ma nisën sot një pjesë, unë pa e lexova dhe para pak orësh që isha në një studio tjetër, thet, sidomos pjesa më friksume me kërcënime, presione, premtime, pushime nga puna, pëson torturën më të madhe, sepse e lidhur me kafshatën e Buks, shtërngohet me mohu me gojë atë që beson. Dhe kështu, fushata që po bëhet, synon me formu një brezni pa kurrajo civile, pa burrni,
oportuniste, servile, të prish karakterin e shqiptarit në dëm të dhë. Dhe kur lexojmë këtë, ti mendon që ashtu fol për fushatën që kena kalu para 2 muajsh, para 1 muaj, para 2 javësh dëshëm të thënë. Në fakt është letra që atë Pjetër më shkalla i çon me Shehut. Pra, edhe diktatura nuk ka se ka ndonjë fytyrë tjetër, por kjo është fytyrë. Me zgjedhje ka ardhur. Mungojnë. Pra, gjithmonë diktaturët fillimisht me zgjedhje formojnë bazë. Kjo letra është e shkruar kur ishin të ushem kisha xhamia. Pra, dhe kur e lexojmë nëse nuk e dina kontekstin, ne mundem me fol krejt qartë sikur po flitet për fushatën e para 2 javë, para 3 javë. Dhe ne nëse bim dhe pranojmë një shoqëni e cila ka provuar një herë këtë sistem, dhe e pranojmë thjesht sepse nuk ka tortura në përburgje, po thjesht largohen shqiptarët, pra nuk torturohen në përburgje, po largohen. Ndërkohë që ata që vendosin me jetu në vendin e tyre, trajtohen fiks kështu, atëherë ne nuk e meritojmë me kanë një vend i lirë, dhe e kam thënë këtë studio. Çështja është me gjetë përgjigjen, a meritojmë apo s'meritojmë ne lirinë. Nuk është çështja a do të ikun zoti Berisha, a do të vinë zëvendësuesi zotit Berisha, pse nuk do të futen këto, pse nuk do të futen ato. Ne jemi në pikpyetje të ekzistencës tonë si kom i lirë. Në fakt është tragjedi e madhe që një popull pikërisht të mos arrijë të sigurojë menaxhim efikas të lirisë vet. Pra, edhe kur nuk është i pushtuar, nuk arrin. Po më ke sa si pushtues, më ke sa si pushtues. Por do të kthehem tek çështja e më tepër edhe një lloj analize shifrash. Pra, po ta shohim, po të bëjmë një pasqyrë përgjithshme, shifrash të 11 majit, shohim që në fakt asnjë në shifra totale, asnjë prej partive nuk është rritur. Pra edhe vetë Partia Socialiste nuk është se ka marrë më shumë vota se sa ka të vitin e përpara. Por humbja më e madhe është Partia Demokratike me pothuajse po e rrëmullakoi gati 200.000 vota më pak. Pse kanë këto vota? Se ka më pak shqiptar, ka më pak votues, ka më pak shpresë, sepse ai ka vrarë shpresën. Domethënë, ka shumë e madhe të jetë sigurisht është demotivimi. Në studiot televizive normalisht diskutohet si ky 200.000 si njerëz të cilët kanë preferuar të mos votojnë. Pra, e para është emigrimi masiv, e dyta është demotivimi i votuesit, sepse regjimet këtë bëjnë. Pra, në atë demokraci, në atë oazë të vogël demokratik në thojza, me shumë thojza që lajnë të hapun, ata demotivojnë votuesin për me shku në votime. Pra, e kanë qartë që nuk mundën me bindë asken për një realitet tjetër përveç se kanë të bëjnë me një qeveri të keqe, dhe mundon me delegitimu opozitën duke e reduktu si diçka të ngjashme me këta që janë në pushtet. Dhe këtë ka bërë prej 12 vitesh dhe kthehena tek manualet antipropagandës që ne kena bërë fiks me aty këtë. Ndoshta këtu unë jam pak kritik ndaj Partisë Demokratike sepse nuk e ka trajtuar më rëndësi sa ne kena dhënë si departament manualeve të antipropagandës. Ata do duhet të ishin shpërndarë që në momentin që janë përlluar nga departamenti Brengen në çdo seli të Partisë Demokratike dhe me kanë shpërndarë në çdo militant, në çdo antar të Partisë Demokratike si armë për me mujt propagandën që kanë ndërtu. Dhe sot kena votues më pak, patjetër, sigurisht që është emigrimi masiv që nuk figuron tek shifrat e Instatit, por është edhe demotivimi që bëhet votuesit pikërisht për këtë arsye që unë po them. Pra, ne kena krijuar një narrativ që këtu janë gjithë njësoj, si ja vlen me marr pjesë në votime, dhe kjo është një prej formave që shfaqet diktatura ose regjimi. Pra, demotivimi i votuesit. A mund dilte, se thënë, opozita përgjithësi prej këtij, në thojza këtij kurthit? Nuk, do më thanë, përveç... Pra, sepse në fund duket sikur jemi kthyer, pra, edhe... Mision pa mujtën. Po, narrativa shoqërisë, narrativa politike është kthyer e tillë që normalisht qeverisja është konsumuar, jo konsumuar, por është te konsumuar. Jo vetëm thjesht prej mandateve të shumta, por edhe prej skandaleve që kanë ndjekur njëra tjetrën. Pra, ajo çfarë bën përshtypje është se duket sikur jemi një shoqëri që kemi relativizuar të keqen, dhe që jemi mësuar të jetojmë me të. 100%. Ajo është, sot më banë në dhurat bile George Orwell 1984, pavarësisht se e kam lexuar, do t'i rikthehem edhe një herë. Është ajo çizmja në fytyrën e të shtypunit përjetësisht. Pra, ky ka kriju një shoqëni të dëbume, pra të dorëzume, dhe një shoqëni tjetër të nënshtrume. Pjesën më të madhe, sepse 530.000 vota është rekord votash, të marrë parasysh firën që ka pas vota, qysh parë se me hinë kuti, pra milionat e eurove që janë hell, duke e bleat vot ligjërisht, jo domosdoshmërisht ligjërisht, por nëpërmjet shtetit, pra, falje gjobash, rritje pagash, krijime vendeve të reja pune, bonuse,
dhe lista marrën me faljen e gjobave 2 ditë para zgjedhjeve. Pra, kena pas një mega strukturë që ka hell lek në mënyrë jo ligjore, por nëpërmjet institucioneve shtetënore për me ble votën. Mrapa vjen pjesa e blemjeve me milionat e eurove që disa janë dokumentu, shumë tjera jam i sigurt që nuk janë dokumentu, dhe vazhdon me manipulimin me këto trenin bullgar, pra është një zinxhir i gjatë manipulimit dhe tjetërsimit votës, e megjithatë ne kena marrë 530.000 vota, pra unë jam i bindur që ka akoma sot njerëz që e dojnë lirinë në Shqipëri dhe dojnë me luftu kundër këtij regjimit. A kishte mujtë me bë Partia Demokratike më mirë? Unë nuk e kam përgjigjen. Pra kena pas një program shumë serios, shumë konkret, shumë real, me figura politike që mund të hajnë diskutime, sepse nuk tham kena pas dishepujt, por kena pas një listë të nisë edhe prej Shkodrës, nëse i krahasojmë, janë 2 lista që e para përfaqëson diçka dhe e dyta nuk përfaqëson asgjë. E para ka cilësi, ka kontribute, tjetra ka anonimate. Mos me fol për gjykime tjera që dojnë provë. Pra, unë jam do thënë që Partia Demokratike e ka kryer detyrën e saj dhe përtej saj. A mund të më bëhet Partia Demokratike më shumë? Unë besoj që prap, sido që të ishte, ky sistem nuk muhet as me program, nuk muhet as me emra, ky sistem muhet nëse ne jena të ndërgjegjshëm çka kena të bëjmë përballë. Dhe ndoshta kjo është detyra jonë, mi bind njerëzit ku jena të jetu. Dhe mi bind njerëzit që duhet mu çu për me nal këtë marrëzi. Nuk muhet me vot. Është e pamujtur me vot. Dhe ne kena thënë vazhdimisht, por 2 rrugë kena, ose më fut në zgjedhje ose mos më marr pjesë në zgjedhje. E kena provu në 2019 me lanë mandatet, ishte edhe më katastrofike se sa dhe hala sot paguajmë pasojat e atij vendimit. Pra, ne nuk mund të mos të fushim në zgjedhje. Por betejë me regjimin nuk marrën me një palë zgjedhje. Se çfarë do të bëjnë Partia Demokratike, unë jam as antari i kryesisë Partisë Demokratike, as antari i Këshillit Kombëtar, ajo do të vendoset në forumet e Partisë Demokratike, por pyetja që më shqetëson mua dhe po i kthem edhe një herë është çfarë do të bëjnë shqiptarët me këtë sistem që tanë dina se çano. Tanë dina kur vinë ato 90% votave nga Berati i Greqisë dhe hapen me paftërsinë më të madhe, me x-e identike që do të thënë një analizë thjesht e spakut mjafton me e kuptuar që janë shkruar nga njëjta dorë. A do na me pranu këtë situatë dhe me përthanë, hajde të reformojmë Partinë Demokratike që të ketë fytyra tjera, mu justifiku mas 4 vitesh për hupje në rrallës. Apo do na me enal këtë çmendëri dhe me kriju kushte për një gardë barabart, e cila dën një reformë rrallëpar edhe elektorale, territoriale, që e bën më të barabart garën, por gjithsesi s'është ky problemi. Problemi është se sot nuk zgjellin të lirë. Në fakt, një prej gjërave e cila ka kriju, se thënë, edhe këtë disbalancë, nëse mund ta quaj, është edhe ligji zgjedhor. Pra, pikërisht të rregullat, sepse në fundit po ta shohim Partia Socialiste ka marrë diçka të rreth 52% të votave. Ndërkohë që të marrësh 52% të votave në total, edhe të arrish të marrësh, domethënë 83 deputet, domethënë një shumicë të pa menduar, për që nuk e justifikon, sepse në fundit 51%, 52% janë gjysma shqiptarëve. 72 janë gjysma shqiptarëve. Do duhet të përfaqësohen me 72 mandate, pak a shumë. A mendoni, duke qenë se keni kënë edhe vetë, se në pjesë e një konkurrence në listat hapura, në listat mbyllura, duke pa edhe që për shembull edhe në Tiranë ka pasur, po të shohim numrin e votave që kanë hyrë në listën e Partisë Socialiste në Tiranë, pra që është kryeqyteti që është vendi ku thuhet që mandati shkon gati në 20.000 vota, kanë hyrë me 5.000 sa vota dhe duke pas parasysh që ju keni marrë 7.000 vota, pra është një që çalon dukshëm edhe si formulë zgjedhje. Pra sigurisht që ka jo vetëm që nuk arrin me përfaqësu, por disbalancon dukshëm edhe votën e shqiptarëve. Reforma territoriale është diçka që duhet të ripas, sepse është bërë vetëm një palë në tavolinë dhe ato kanë vendosur, e kanë ndarë hartën ashtu siç i intereson atyne, për këtë arsye 52% votave prodhojnë 83 mandate. Çështja e listave të hapura të mbyllura, sigurisht në pozicionin që jam unë, mund të më thanë që mora 7.000 vota nuk shkova në parlament, njerëz që s'kanë 0 vota kanë shkuar në parlament. Si shembull, për të kaluar. Mund të më thonë me shku drejt kësaj narrative që unë mora 7.000 vota nuk shkojnë në parlament, ndërkohë që kena në Tiranë me 5.000 sa vota ka hyrë ose përtej 5.000, mund të më thanë që lista më s'ka marrë si vot. Nuk qëndron kështu, pra është një narrativ
Si sistem gjithmonë ka hapësinë për mundet mu diskutu a duhet apo nuk duhet një sistem majoritar, a duhet a nuk duhet një sistem proporcional kombëtar, pra ka shumë sisteme cilat munden mu hallë në diskutim. Sot listat janë më të hapura se ç'kan kanë dhe sigurisht një pjesë më në barrën e provës, pra duke u fut për me marrë vota personale, një pjesë tjetër më në barrën politike. Pra kjo anë diskutim shumë, sepse unë kam marrë 7.000 vota, po nuk kanë kënë të votushëm 4 persona tjerë që kishin mujtë me marrë krejt mirë votën preferenciale për mu, me marrë ata. Pra nuk e di, për se sigur që s'kisha marrë të njëjtin numër votash, që ose lista kishte kënë totalisht të hapur. A është sistem më i mirë kjo apo? Unë personalisht, që ose me listat e mbyllura, por me krahasim me listat e hapura, personalisht unë mendoj që majoritari është sistemi më i mirë dhe është përullu në 2005 ka përullu një parlament shumë më cilësor se normalisht. Edhe stabilitet politik krijon shumë më të mirë, sepse e para deputeti është i lidhur me zonën e tij, pra përfaqëson një zonë caktuar, ndërkohë sot ne kena deputet që mund të jenë 3 vetë nga njëjta zonë dhe 8 zona tjera me kanë pas një lloj përfaqësimi. Kjo duhet mu diskutu, po është e sigurt, diçka është e sigurt që sistemi që kena sot maksimalizon votën e Partisë Socialiste, si me thanë, defavorizon partitë e vogla, që është e vërteta, duhet të ripa me realitetin e ri politik, pra kena disa faktorë të ri politik, cilët kanë më thanë fjallën e tyne, sot janë edhe pjesë e Parlamentit Shqiptar, ato e akuzojnë pra 2 partitë e mëdha një farë mënyrë që e kanë bërë ligjin vetëm për ta, unë besoj që është një ligj që duhet të rishiku sepse është rrallë parë kundër shqiptarëve. Pra, këto lloj listash janë të përullu parlamente gjithnjë maqia dhe pyetja duhet më bë mi sistemin. Pa fol për fuqinë e krimit mi zgjedhjen e kandidatëve, siç është rasti i Durrësit dhe Elbasanit dhe siç ka kanë më përpara rasti i Durrësit, rasti i Lezhë, rasti i Elbasanit, ku bandat dhe krimi sido që tjetë sistemi ka me ndërhy dhe kjo është problemi kryesor. Por ky sistem edhe i favorizon më shumë, sepse normalisht nuk jam i sigurt. Pra nëse duke bler votat, padyshim që e ke shumë më blesh në gjithë qarkun se sa një zonë. Po prapë për shembull, po shikojmë edhe sot, domethënë zonat ku përqendrohet blemja votës janë zonat caktuara që prapë kanë me përullu deputet. Pa garancia a prolën në proporcional apo e prolën një zonë caktuar, gjithmonë ka mu gjetë në thojë se idioti i dobishëm për mi shërby krimit. Për shembull, këtu krimin në Shkodër ndoshta s'din me shkruar me lexu, po krimin në Elbasan ka i vajzë të re që është e artikuluar, e studiuar, me shkollë të lartë, s'ke çai thu. Por votat në thes i hall krimi. Pra nesër krimi mi bjen ders mu dhe më thot, ti ke kryer shkollë jashtë, do na kenë përfaqësuesi jo në parlament. Ti nuk e merr vesh, ai ishte majoritar, ishte sistem, ai e gjen gjithmonë zgjidhen. Problemi është a do na me lënë me ndërhy krimin dhe parët e krimit në sistemet zgjedhore. Kjo është pyetja, sepse krimi ka me gjetë gjithmonë sistemin. A djerr një analfabet në Vaudès, a djerr një diplomume dhe profesor doktor në Elbasan, kjo s'ka pikë rëndësie. Ditën që çohet kartoni në parlament, ata kanë me ju përgjigj krimit. Normalisht ajo çfarë u vore është se pikërisht qarku i Shkodrës mbeti deri diku në ato balancat e mëparshme. Pra, nuk qedoj si për shembull po t'i krahasojmë në kundërshtimin e opozitës, siç ndodhi për shembull në Fier, në Elbasan, në Durrës apo në Vlorë. Ose morri mandatet pak a shumë vitit 2021, kena faktorin Gonçela i cili ka lënë nga një në krahun tjetër dhe jena pak a shumë tek balancat e vitit 2021. Po u ruajtën që deri diku. U ruajtën, kjo tregon që pavarësisht ndryshe prej po rimarrim për ata në këto pjesën e faktorëve të jashtëm, po kjo tregon që nuk janë të bërë mrekullinë në Shkodër. Pra siç paraqitet që erdhi bashkia, morri Benet Beca dhe po bën mrekullinë në qytet, por nuk ka shtrit kërkun Partia Socialiste, pavarësisht që presioni në administratë është edhe më i madh, pra nëse më përpara kishim vetëm në administratën e shtetit, sot e kena edhe në administratën e bashkisë presionin, nuk u reflektu në vota dhe kjo është një lloj mini fitore por që nuk shërben për asgjë për Partinë Demokratike. Megjithatë prap kemi një lloj ndarjet, pra po ta shohim atë fatin, veri ju. Po, sepse lehtësia për me penetru nëpërmjet këtij kancerit politik që është Relinja, është më thjesht në jug sepse kanë atë bazën e tyre politike, siç e thamë më përpara, këta edhe pasi bazë politike, këta i marrin votat që kanë nevojë për me marrë pushtetin. Në jug është më thjesht sepse është edhe një kontekst historik që jugu ka pas gjithmonë mbështetje më shumë Partia Socialiste dhe në veri Partia Demokratike. Megjithatë,
Është një lloj dritë shpresët, por për mua s'ka asnjë lloj vlerë për sa kohë shqiptarët votojnë të lirë, është një triumf që ne nuk mundena me çu. Një prej temave cilat se thënë kanë befasuar shumë prej nesh, ose që ka qenë surpriza këtyre zgjedhjeve, ka qenë pikërisht vota diasporës. I zhgënjur prej votës diasporës? Unë gjithmonë e kam thënë që dëbum s'mundën me votu dëbusin dhe besoj që ashtu ka qenë rasti, por me gojën e vetë kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve na thonë që kanë ardhur disa zarfa nga disa burime të ndryshme, për atë dalin më shumë zarfa të numëruar se sa të arritën. Dhe ne e kena të konfirmuar që është manipuluar totalisht, janë hap, janë rimyll zarfet, besoj është furnizuar përderisa KQZ-ja ka furnizuar sistemin e aplikacionin e Partisë Socialiste, vendim që unë kam denoncu, besoj kam keni pare që kam denoncu publikisht, po atjetër që ka furnizuar dhe me materiale zgjedhore për me bë këtë lloj manipulimit në vazhdim për votën e diasporës, e cila reflektohet sepse ka dalë jashtë kontrollit, pra nuk ka kene kontrolluar. Nuk kam si me keni zhgënjum kur nuk e di rezultatin e diasporës. Nuk mundem me ditë dhe jam i bindur që është i manipuluar totalisht, ku shef ata 90%, 80%, se s'ka mundësi që pjesa më e madhe e njerëzve të larguam për shkak të regjimit, me votu regjimin. Ishte një risi që pa tjetër kishte dyshime për sa kohë ata kanë leju me noll, dhe me thënë që ka kanë një infrastrukturë që tashmë ata kontrolloshin përderisa ja kanë leju opozitë, sepse ka kanë një kërkesë opozitës, qoftë partive të vogla, qoftë opozitës kryesore. Dhe s'kam pse me keni zhgënjym, unë jam i zhgënjym që ne në 2025, kur do duhet të fliqim për politika ekonomike, për vizionin për të ardhmen, ne flasim halasat si me kenë vendi botë stret, pra as zgjedhin e nuk zgjedhin njerëzit lirë, jenë në vendi i fundit për sa i përket funksionimit demokracisë në rajon, se s'po shkojmë më larg. Tu kenë mes të Europës, tu pas gjithë të pasuni publike, tu pas këto talenta që kena kriju faktikisht edhe fal diasporës, fal emigrimit shqiptarëve në vite, ne do duhet të ishim një model ekonomik perfekt në mes të Europës, në zemër të Europës, me një potencial të jashtëzakonshëm për me ndërtu një shekull 3 shqiptar. Sot ne flasim për ekzistencën e kombit shqiptar dhe kem zhgënjen, kem trishton, por 33 si puna jeme që jena brez që unë kam thënë gjithmonë, tritën e të lindën në demokraci, duhet me marrë këtë barë përsipër dhe me e çu betejën deri në fund. Pra, nuk është një çështje që u votova une, domethënë ato 7000 vota janë për mua janë, besoj kanë më shumë se aq, po gjithsesi ata 7000 vota janë një mesazh i qartë rezistencët. Sepse ata që më kanë votuar mua nuk kanë pas asnjë lloj interesit, asnjë lloj pretendimi që unë pa i kthej diçka mbrapsh, por besimi që brezi jon mundet të ndërtu një shtyllë të re të mjetesë të kombit shqiptar, se s'pa them më shumë, po mjetesë të kombit shqiptar. Në fakt do t'i jap pak hapësirë një mesazhit, ju e përmendët pak më përpara kur folet edhe në lidhje me programet, por një prej shikuesve thotë, a mendoni që me në shoqërinë tonë më tepër zëvend batuta edhe sarkazma se sa programi. Kështu që ndonjëherë programet shkojnë në vesh të shurdor ose ikun jashtë vëmendjes së publikut. Nuk e besoj. Pra, një lloj mesazhi ban një lloj krahasimi midis elementëve timon që edhe këtë rrollë që kanë kneta dhe pasaporta europiane që prap batut janë. Ja, këta janë muloja që i bëhet sistemit vjedhjes dhe manipulimit votës, pa mundësisë për me zgjedhë të lirë, dhe pa tjetër që do të kthehet në batutë dhe në humor, sepse nuk ka asnjë arsye për çfarë me program. Ai s'ka asnjë arsye me dhënë ekip. Ai vën zeqinen, vën anonim, me gjithë respektin për personazhet, sepse s'kam asnjë gjë personale mas kënd, dhe nuk du mu marrë me emra të përveçëm, por ka vu njerëz anonim, e megjithatë ai fiton. Ka vu për bashkit, para 2 vitesh, njerëz anonim, Durrës, Lushnjë, në Elbasan, gjithmonë njerëz anonim fitoshin, s'kan nevojë as për program, s'kan nevojë as për fytyrë. Nuk ka nevojë as për debat, sepse gjitha rastet janë shmangur. Unë jam lut gjithë fushatën time. Fushata ka mbaruar dhe mund të flasim pa prekur asnjë por asnjë prej. Asnjë, unë kam kërkuar publikisht kërkosha debat, me qena të ri dhe lista e Partisë Socialiste ka pas plot të ri, kërkosha debat, hajde të flasim çfarë të ardhmet dona për Shkodrën. Këta kishin urdhën partijet, mos me dalë në debat publik. Kjo është vdekja e parë që i bëhet demokracisë. Qose ne si të ri në vazhdojmë kulturën e mos debatit që ka 34 vite në Shqipëri dhe nuk debatojmë me njëri tjetrin për të ardhmen e qytetit, të ardhmen e vendit dhe përfundojmë duke fituar mandat 13, 14, shumicë
mundësi për me ndryshu kushtetutën, vetëm me batuta dhe me tallje, cili shqiptar dën këtë të ardhme? Cili shqiptar dën këtë të ardhme? Do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish në studio për diskutuar edhe në lidhje me takimin që do të zhvilloj Tedi Kopliku me votuesit e tij nesër, si takim falenderimi për mbështetjen. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Ky emision mundësohet nga I vendosur në zemër të Tiranës pranë bllokut të ambasadave. Hotel Koloseo, gjithmonë mikpritës për të ftuarit. Me 43 dhoma luksoze, Koloseo është një vend perfekt për pushime dhe biznes. Stafi ynë miqësor është këtu për t'ju shërbyer me përkushtim. Hotel Koloseo. Hotel Golden Palace, i pozicionuar në qendër të qytetit të Shkodrës me arkitekturën më të veçantë e mëngjesëse. I projektuar dhe zbatuar me 5 yje, është padyshim hoteli më i arrirë në të gjitha drejtimet, me kapacitetet prej 66 dhomash luksoze, suita të pajisura me jacuzzi, dhoma me vaska e të tjerë, me 2 salla konferencash, me pishina, sauna, palestër dhe parkime të dedikuara. Kuzhina perfekte me bazë gatime shqiptare dhe italiane. Me një bar dhe pasticeri me shije unike e shumë shërbime të tjera, e bëjnë këtë hotel unik në cilësi dhe standard. Një staf dhe një shërbim sa profesional, po aq edhe miqësor, që në qendër të vëmendjes ka klientin. Është një vlerë e shtuar. Hotel Golden Palace ju mirëpret. Të nderuar shikues, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë e emisionit, jemi drejt për së drejtit ftuarin e emisionit e kemi Tedi Koplikun. Pjesën e parë folëm përgjithsisht mbi një lloj analize për zgjedhjet e 11 majit dhe në këndvështrimin e opozitës. Megjithatë, duke e vijuar edhe këtë fillim të kësaj pjese të dytë të emisionit. A mendoni që në fakt opozita duhet të ishte më plot, sepse në një lloj mënyre në shumë vende ka ato që mund t'i quajmë partitë e reja, si po i quajmë partitë e vogla, po kanë hequr
për shkakun në Tiranë apo kanë hequr vota dhe që normalisht kanë hequr edhe mandatet e Partisë Demokratike ose të opozitës, tashmë si opozitë. Pra a duhet, sepse në fundit autokracia duhet mundet në blok sparet. Pastaj kemi atë. Nga ana e Partisë Demokratike, në mendimin tim ka pas vullnet për me bashku krejtësisht spektrin opozitar. I vetmi kusht ishte dëshira për me rrëzu regjimin. Dhe për mendimin tim shumë partit vogla, duket edhe për rezultatit, kanë ba atë që Partia Demokratike ka qujtë vazhdimisht patericë të regjimit, me ose pa dashje. Sepse në këtë sistem zgjedhor, në këtë strukturë, në këto zgjedhje dhe sondazhe që bajnë, ato nuk do të përfaqësoheshin asnjë gjë tjetër përveç se fragmentimin e opozitës dhe kena 2-3 personazhe që kanë dalë me mandate në Tiranë, gjë që nuk e bën më të fortë opozitën. A kishte mjaftu bashkimi i opozitës me erxu regjimin? Nuk e besoj. Por për mua ka kanë dhe ne kena denoncu. Do të thënë e kena kritiku, po themi gjithmonë zgjedhjen e këtyre partive të vogla për me kandidu veçmas. Dhe ka prollu që ka prollu, pra shumë vota që nuk shkojnë për opozitarizmin. Se 176.000 mandate, më fal, 176.000 vota. Po thuaj se të prolojnë 3-4 mandate janë dhe do të proloshin një numër të barabartë, pak a shumë pozit, pra 800 sa me 700 sa. 51.6% me pra 48%. Pa dyshim që do të proloshin, por ishte misionin pa mujtën që Partia Demokratike i shtrivi dorën gjithë spektrit opozitar dhe bani një koalicion gjanë prej 26 partish, që për mendimin tim janë mbi përfaqësu në listat e myllën atë Partisë Demokratike, por gjithsesi kjo i takon strukturave të Partisë Demokratike me bë analizën e këtij koalicionit, pra mendoj që i kena mbi vlerësu peshën e partive opozitare të atij 26 deputetëve, pra që 26 partive të cilat kanë pjesë e koalicionit të Shqipërisë Madhështore, gjithsesi kemi edhe për mu analizu masit kena myll pra procesin e denoncimit zgjedhjeve dhe shpresoj të mos certifikohen si zgjedhje. Në fakt, do të mundohem, kemi falenderoj shikuesit për mesazhet e dërguara dhe do të mundohem që te kjo pyetje të përmbledh opinionin e përgjithshëm të një pjesë të mirë të mesazheve. A mendoni që keni bërë gabim që keni kandidu në këtë zgjedhje? Në kuptimin e asaj, pra po jap opinionin tim, por që bashkohet me opinionin e shumë mesazheve që na kanë ardhur. Pra keni lënë një lloj shpresit që deri diku në këtë vend mund të kthehesh, mund të konkurrosh, mund të ndërkohë që ky vend, se thënë, pavarësisht se për herë të parë në 2023-shin është minorancë popullsia rurale, por mentaliteti rural vijon të jetë një vend ku shitet vota dhe nuk mendohet se në këtë mënyrë ka sakrifikuar ardhmen të sparet fëmijëve të vet. Nuk ja vlen të mundohesh dhe duhet ikesh nga sytë këmbët, pra në rastin e parë që t'jepet. Përkundër, unë pretendoj që me këto zgjedhje unë i kam dhënë jetë një modelit. Çfarë do të thënë, unë jam qysh shumë i ri, i angazhuar në Partinë Demokratike dhe ne na thuhet që vetëm me servilizma, vetëm duke u bë pjesë e konjunkturave, vetëm duke pas shumë lek, mundesh me arrit me pas sukses në politikë. Dhe kjo periudhë po e fakton të drejtë, pra t'jemi... Ju shpjegoj që jo, unë tham që jo. Sepse unë kam bërë fushatën, besoj më të lirën nga ana financiare në Republikën e Shqipërisë mundësisht, dhe koha ka kanë shumë e shkurt, eksperjenca shumë e pakt, e megjithatë kam prodhu 7.000 vota për një alternativë e cila në mendimin tim ishte risi në politikën e qytetit, por edhe përtej asaj, duke dhënë një model për gjithë 33-at që nuk angazhohen në politikë, që duhet mu angazhohen në politikë, dhe një nga arsyet pse ne kena arrit në këtë indiferentizëm ndaj sistemi që po ngrihet ose po betonohet, është pikërisht mos angazhimi i trive në politikë. Dhe unë besoj që shembulli jem, pra besoj që shumica e qytetarëve janë befasuar për rezultatit, pavarësisht që në ato llogaritë mia unë i priça kaq vota, gjithsesi është një rezultat shumë i mirë për një tri që përfshihet në politikë për sparit, dhe i ka ngrit gjitha shkallët e karrierës në Partinë Demokratike vetë, nëpërmjet punës, nëpërmjet angazhimit, nëpërmjet, si më thënë, propozimit, jo vetëm denoncimit, dhe ka prodhu këtë model i cili mundet mu
u shfrytzu pra ose mu çu më larg, qof nga unë, apo qof nga tjerë, trit, ngjashëm, qof që vinë nga jashtë apo që kanë zgjellë me ndërtu të ardhmen këtu. Unë besoj që kam bërë gjën më të mirë, të kishte dalë një rezultat me shumë pak vota, prap nuk thet asgjë për zgjedhjen time të mira apo të keqe, por si në çdo treg, edhe tregu politik, ka disa produkte që mund të jenë më të mirë në botë, por nuk shiten. Produkti në thojza jemi politik u pranu për qytetit. U pranu për qytetit dhe u i miratu që njerëzit kanë nevojë për një politik morale dhe racionale, sepse kështu pretendoj që unë kam bërë tanë këta vite, pra një politik racionale dhe një politik morale. Gjatë që nuk pa thëmë që nuk ekziston dhe jam unë që pruna moralin dhe racionalitetin politik, por gjithsesi është diçka që është në minorancë, me aq sa unë kam vëzhgu, me aq sa unë kam njek në politiken të paktën 20 viteve të fundit ku unë jam angazhuar. Pra, unë jam shumë i lumtur që e kam bërë këtë betejë dhe nesër, siç e përmend ju në takimin tim të falënderimit, që po prap besoj që është diçka që nuk noll një shpesh, pra marrim mandatet dhe hupim për mu kthy në zgjedhjet e ardhshme, unë besoj që angazhimin politik, sidomos i përfaqësuesve politik, duhet me kalu nga mirënjohja, nga falënderimi. Nesër unë do t'i them, dhe pa them nga kjo studio, gjithë atyre që më kanë besu, ose kanë besu vedin, më shumë se sa mu, që rruga jeme nuk nalet këtu. Beteja nuk është një ditë, nuk është që viju dhe du me marrë diçka dhe kthehem prapë aty ku isha. Beteja është diçka që kërkan persistencë, kërkan vendosshmëri, pra se po përdori fjalë kështu tuazume, dhe kërkon një qartësi ku do na me shku. Politika nuk është sport i thjeshtë. Është diçka që kërkon shumë sakrifica, kërkon shumë mund, kërkon shumë besim nga të tjerë, sepse nëse je vetëm, nuk ka asnjë vlerë, me një filozof, me një shkrimtar, me një analist, dhe nuk ka asnjë të keq edhe me kanë i tillë. Politika dhe numra. Dhe numrat kërkojnë kompromise. Problemi është çfarë kompromisesh ne bëjmë për me u afirmuar në politikë. Edhe unë kam pas rrugë shumë shkurta me ecë dhe munjit shumë shpejt në maje, sepse po i shohim 6.000, siç ishte rasti i Elbasanit apo Durrësit që bëhen me nga 20.000 vota kur nuk i njeh as kërkush. Por unë kam zgjellë me bëj një politikë, siç e thash, pra racionale dhe morale, dhe sot unë besoj që në tana kushtet, pra në tana kushtet e vështira në cilën unë kam vuajtur bastin tim politik, unë e kam fitu. Pavarësisht se nuk jam rrogtar i parlamentit, unë kam fitu një mandat për modelin që kam propozuar në Shqipëri dhe ftoj gjithë të rritë të rejat me u bë pjesë, jo vetëm të rrugtimit tim, por të rrugtimit tynve personal për me ndërtu modelet e tyne, sepse Shqipënia ka nevojë, ka etje për modelet e reja në politikë. Në fakt, shumë kush ka pritur që pas kësaj betejë elektorale, që Tedi Canë të kthehet, ose si shumë kush të dorëzoj, pra nuk fitova dhe... Me siguri, edhe unë e kam menduar një gjatë tillë, thosha që kam bërë gjithçka që mund të bëjë një politikaniri, dhe nëse kjo nuk mjafton, përfshirë kushte që ishin në favor temi, pra kam pas disa kushte që kanë kundër favorit tem, po kanë edhe disa kushte që nuk po i nalem këtu me analizu se janë shumë teknike, për sa i përket asaj listës, pra ku unë përfaqësosha pothuajse i vetëm diçka të caktuar, dhe thosha që nëse këto nuk mjaftojnë që unë me shku në parlament, nuk është momenti për modelin tim. Dhe nolli që unë nuk shkova në parlament, por besoj që vota që kam marrë unë, pavarësisht se Partia Demokratike nuk merr 6 mandate, unë besoj që është një votë cilën unë nuk mund me lënë në rrugë të madhe. Pra është një besim i cili më është dhënë, është një thirrje, unë bile në shkrimin e falënderimit që kam bërë, kam nis me një shprehje Charles de Gaulle që i thotë unë ju kam kuptuar. Ai thotë ju kam kuptuar, faktikisht i drejtohet popullit algjerian kur kërkohet e pavarësinë nga për mos me kanë më pjesë e kolonisë franceze, dhe unë kam përdorur apo qëllim të njëjtën shprehje për me tregu që kam kuptuar thirrjen që ka nevojë për diçka të re, për një model të ri. Dhe kjo nuk do të thonë me zëvendësu një model tjetër, por është një mënyrë tjetër të bamunit politik që duhet me lënë jetë dhe nesër unë do t'i kërkoj gjithë njerëzve që se ndoshta po hekom disa surprizat takimit, por gjithsesi ajo që unë i kërkoj njerëzve edhe nga kjo studio edhe nesër në takimin e falënderimit është mos më mblan vetëm rrugtimin që ka me kanë përpara, pra, sepse ky rrugtim nuk është thjesht me dhënë votën. Puna është që ne si qytetar duhet mu angazhu për një vizion caktuar që kena për qytetin, për një vizion caktuar që kena për demokracinë, sistemin elektoral, sistemin ekonomik që do na ndërtu. Pra duhet mu bë tan bashk, jo thjesht jallash votën të merret Tedi në këtë rast apo
një kandidat tjetër me betejën politike. Beteja politike është një betejë qytetare, te e cila duhet mu angazhu gjithkush. Dikush bën gazetarin, dikush bën shkrimtarin, dikush bën politikanin, dikush bën antarin e seksionit, etj. etj. Pra ne kena nevojë për një angazhim më të madh politik të njerëzve që mos më shkuan këtë pikë që ka shku politika shqiptare. Në fakt do të lexoja një mesazh i cili si duket në këtë moment nisur edhe prej fjalës tuaj, ato të vijojë të jetë Kopliku pjesë e Partisë Demokratike. Po pikërisht për mesazhet ose për atë vizionin, se thënë, a mendoni që është në forcën që synon këtë Patjetër, ndryshimi pa më të voglin ndryshim. një... Unë jam krenar që jam pjesë e Partisë Demokratike për të mira që i ka pru Partia Demokratike shtetit shqiptar, për tana firmat e rëndësishme që i ka dhënë avancimit Shqipnisë në tana drejtimet pozitive, madje unë pretendoj që Partia Demokratike është e vetmja që ka vu firma në avancimin e Shqipnisë, dhe propsat Partia Demokratike mundet me e çu, po themi, trofeun e mjetes demokracisë, me tana ato kushtet e vështira të cilën ekziston. Ekzistenca dhe rezistenca e Partisë Demokratike bani të mujton që ne me pas shpresë që mundet me pas rotacion një ditë që ka opozit ky vend. Dhe kjo nuk është pak. Për çfarë duhet unë me dalë jashtë Partisë Demokratike, çfarë gabimit bani Partia Demokratike përveç se e bani më mirë se kërkush tjetër opozitarizmin. A mjafton? S'mjafton, sepse sot jena një gjendje që nuk mjafton programi jon. Nuk mjafton beteja jon. Do ta kuptoja pyetjen edhe në një sens tjetër, sepse pak a shumë besoj se e keni dëgjuar vazhdimisht në studiot e televizioneve kombëtare gjatë këtyre diteve që e quajnë këto zgjedhje gati si një funeral i Partisë Demokratike. Siç e kanë quajtur para 3 vitesh, siç e kanë quajtur në 96-ën, siç e kanë quajtur në 91-shin. Kjo është një histori e përsëritur dhe Partia Demokratike tregon, a ka nevojë Partia Demokratike për përmirësim? Kjo mund të jetë një pyetje tjetër. Patjetër që ka nevojë për përmirësim. Patjetër që ka nevojë për reformim. Patjetër që Partia Demokratike e Shkodrës ka nevojë për reformim. Ka nevojë të kthehet një institucion i besueshëm për qytetarin. Patjetër, por kjo nuk dën me thënë që Partia Demokratike nuk meriton angazhimin temin apo të ngjashëm vetmi apo njerëzve që e dojnë qytetin, sepse Partia Demokratike, se thash parë, politika racionale, është e vetmja mundësi për me realizu rotacionin politik, sot për sot. Ne, me angazhimin tonë, mundana me përmirësu Partinë Demokratike. Ajo që kërkohet, ndoshta edhe e fryme pak prej medjave dhe e asaj propagandës qeveritare është ne me sulmu Partinë Demokratike. Në pyesin, a ke guxim ti me sulmu Sali Berishën? Guximi këtu sillet. E zauron pyetjen e radhës sepse mesazhet më të shumta janë pikërisht me figurën. Po vim te përgjigja. Kjo është pyetja për mua vjen më qesharake. E kuptoj domethënë sepse është pak e fryme, pak mund të ketë atë idenë e një diktatorit në Partinë Demokratike që është për mua është një narrative ndërtuar, një propagandë ndërtuar. Pra un pas kam guxim me dal përballë një regjimit, siç është regjimi i Edi Ramës, që shkel këdo, e lexuam parë pra, që ngjan pra ka kriju një realitet ngjashëm me realitetin kur u shemshin kisha xhamia, pra un kam guxim mi dal këty në përballë. Kam guxim mi dal përballë jo vetëm me kosto të mia personale, po kushdo që më rrethon mua, është i cënum dhe i rrezikum me hub vendin e punës, me hub mundësinë për me marrë një tender që mund ta ketë krejt meritum si biznesmen. Pra njerëzit shkojnë deri në atë pikë, sepse kjo është me nivele frika, sa që kanë frikë me pikë kafe me mua. Dhe këtë ju a them me sinqeritetin më të madh. Noll që njerëzit thonë po pim kafe një vend ku s'dukesh sepse ti e din që unë punoj në shtet. Dhe kjo më ka befasu kur më ka thënë dikush. Pra, unë pas kam guxim me qëndru në këtë pozit, pra, për te i sakrificave që kërkon politika në vetë. Këtë të them me sinqeritetin më të madh, me në besimin e fjalës teme që ekziston apo jo si fenomen, po mua më kanë thënë njerëzit, po pim kafe këtu sepse ti e din ku punoj unë. Dhe i thash deri këtu ka shku puna saqë me pi kafe mua ka problem. Dhe unë nuk pas kam guxim me kritiku kryetarin e partisë. Unë e shoh kritikën brenda partisë politike një formë tjetër. Pra nëse unë analizoj dhe konstatoj çfarë nuk shon një parti politike, unë jam një analist, një gazetar që është një profesion shumë i nderuar, por nuk ka ky profesion jam. Kritika brenda një partie politike bëhet duke ndërtuar modele alternative ose modelet kundërta kur mendon që është krejtësisht kundërta, dhe tek modelet alternative unë besoj që jam të dhënë kontributin tim. Dhe kur ti e modele alternative, duhet të votosh si model i tillë. Edhe këtë klasë e kam kalu. Puna është sa vetë jena që e dojmë këtë model. Dhe kjo është politika. Pra, një model përballë një tjetrit. Dhe unë tham që në gjitha partitë, sidomos në dy partitë e mëdha,
Në këtë formë mund të kritikohet një parti politike, pra duke thënë që nuk shkën, të e përlu një model alternativ të vetë. Në që ose unë thamë që nuk shkën 1, 2, 3, 4, ja listovë une, që arrita politikisht. Çfarë fuqiet ka me pasun nesër politikisht me vendos për zotin që pyet? A ka me pasun forcë me vendos për te? A ka me pasun forcë me çuzanin për te? Ja, sepse të njëjtën gjë ma kanë kërku kur unë s'kisha as i vot. Sot jam përfaqësues, e quaj vetin përfaqësues 7.000 votave që më kanë dhënë qytetarët e Shkodrës. Pra sot të pakten pak sa më shumë mundë me çuzanin për atë që unë mendoj që është e drejtë. Edhe një herë, betejë jeme nuk është me çuzanin kundër partisë teme, sepse këta e konsiderojnë sikur janë dy kampe, unë edhe partia. Partia është një mega strukturë që funksionon, ka forumet e veta, ka këto fraksionet e veta brenda saj, dhe në fund janë disa vendime që merren si kombinimi tanë këtyre fraksioneve. Dhe ne partitë politike duhet të shohim si të tilla. Pra, një kritik, e lëshu me kutëru, nuk i shërben kërkujt, as ati zotnis që kërkon me ditë sa guxim kam une. Guximi jem, nuk e kam me personin që bën pyetje, po me pyetjen për gjësi. A mendoni që më tepër vota nuk ka qenë kundër Partisë Demokratike se Sali Berishës? Po nuk e besoj sepse s'ka votat që mungojnë. Nuk ka asnjë sens sepse unë kam e përfaqësu ose zoti Spahia, zoti Boçi, zoti Hoti, zoti Bardeli, zoti Lika kanë me përfaqësu qytetarin në parlament. Nuk ka me përfaqësu, mos i shihni si skleven deputet. Nuk janë, sigurisht që ka pas momente që kanë qenë si robota kartonin, por ka debate të mrekullueshme dhe në Partinë Demokratike ka më shumë se në asnjë parti politike debat të mrekullueshëm. Sigurisht që ka disa grupime që predominojnë, mendimi tyre pra predominon mi grupime tjera, si në çdo parti politike, por ka debate, sepse unë kam thënë gjithmonë, ka fraksione politike brenda partisë tonë, cilat janë komplet kundërta me njëri tjetrin. Unë s'pa them se është si u përmend parë, nuk ka një demokraci daneze brenda Partisë Demokratike, por prap ka debat. Dhe ne çojmë parlament përfaqësuesit ton. Pra, a do na me çu Tedin apo zotin Koperaj në parlament për me fol për çështjet tona. Këtë vendos ti me vot. Nesër hajde ta bëjmë Tedin ose zotin Koperaj antar të kryesisë Partisë Demokratike që çojnë zonën për një çështje tjetër. Nuk mundet një person me pas rol tjetër dhe vendimarrje diku tjetër. Por këtë duhet me kuptu rolin e atij që merret me politik. Nuk është në krenari e madhe se çon zonin pa asnjë lloj projektit kundër kryetarit të partisë. Kryetari i partisë sot për mua është problemi më i vogël i shqiptarëve. Është komplet problemi më i vogël i shqiptarëve dhe narrativa a do të merr shqipt më shumë vota sikur të mos ishte Sali Berisha kryetari i kësaj partie, bjen poshtë kur kena një personazh shumë simpatik, shumë të mirënjohur, ekonomikisht shumë të fuqishëm si zoti Agrënshe, i cili morri aq vota sa morri. Politika është raport forcet, pra kush merr më shumë vota. Por për mendimin tim bjen poshtë. Alternativat kanë qenë pra të mbyllura vetëm në PSD. Kanë mbyllura sepse nëse do të ishte ky rasti, njerëzit do të votoshin masivisht dhe do ta mbrojshin votën e zotit Shehaj. Ne në një sistem ku është e pamujtur zgjedhja. Është e pamujtur zgjedhja. Dhe kthehena tek ato teknikalitetet e zgjedhjeve, pra si sistem zgjedhor, por mi tana është e pamujtur zgjedhja në tërësi. Teknikalitetet hajde ulen e diskutojmë, momentin që të bëhet e mujton vota lirë. Dhe unë jam shumë kritik ndaj sistemit që kena sot elektoral, sepse e para mu bën me mendu që jam më i votuar se ata që janë listat mbyllura, dhe atit listat mbyllura i jep një lloj demelizmit, sepse thotë ta bëjnë fushatën ai poshtë. Pra në strukturë për mua qëndron gabim si logjik. Pra unë e quaj vetin më të votuar se ai që s'ka pas mundësi më votu. Unë personalisht, unë si përfaqësues i listave të hapura. Në të njëjtën kohë, ai që është në listë më unë thotë për çfarë duhet me punuar. Unë kam sigurt të punojnë ai sa ai dën më bë deputet jon. Pra këtu ka një anomali, pavarësisht se listat janë më të hapura se asnjëherë. Por s'mjafton. Pra janë më të hapura se çka kanë para 4 vitesh, ndoshta mund të hapen në vazhdim, edhe pse jo me kanë ndoshta me një personazh në listë mbyllur, pra një përfaqësues politik për çdo qytet dhe pjesa tjetër me konkurru për përfaqësimin qytetar, pra përfaqësim politik, përfaqësim qytetar. Po ky sistem ka përullu anomali. Ndoshta është më mirë se i 2021-shit, por prapë s'mjafton. Gjithsesi, pavarësisht limiteve ose fuqisë që ka sistemi, unë mendoj që diskutimi qytetarë joni duhet më u bë mi mundësinë me votu apo jo të lirë. Dhe mandajna le të zgjellin zotin Shehaj para zotit Berisha, që nuk ka ndodhur pra. Zoti Berisha ka 530.000 vota,
Dhe kjo nuk besoj që ishte një frym dhe u zhduk vota Zoti Shej. Zoti Shej ka 40.000 vota. Pra kena dy alternativa djatha, kena një personazh që nuk është i përfolur Zoti Shej, pra është një personazh shumë simpatik edhe brenda Partisë Demokratike, është pëlqyer si figurë, doli përlloj partitë veten me mundësi financiare krejtësisht kënaqshme dhe nuk arriti me prodhu më shumë se aq. Por nuk qëndron kjo logjik. Se ne me këtë logjik duhet me shku mas atij guri që është hell aty, e ndru me zotin Berisha, që kjo prap nuk është çështje që më takan mua, duhet mu pa se çka ka me vendos Partia Demokratike, çka ka me vendos zoti Berisha vetë një herë rrallë parë. Por edhe sikur kjo të nollin, kena marrë prapë mas 4 vitesh me personazhe të tjera tu qa për të njëjtat arsye dhe kena me vazhdu me gjetë zëvendësuesin e rrallës. Ishte i ri thanë për zotin Basha është i dërguar mi Berish, prapë kanë me gjetë diçka tjetër. Pra sjellja ta narrativs, edhe diskutimet rreth zotit Berisha, edhe në qoftë se nesër s'ka me kënë gjallë zoti Berisha, është një lojë ku kanë ra shumë shqiptar. Dhe unë kam debat përditshëm dhe unë kuptoj edhe mirë kuptoj pyetjet që bëhen, sepse ky është suksesi propaganda pra, dhe kthehen tek ata thyen që ne si departament dhe si grupim i kena dhënë shumë më tepër rëndësi se ç'i ka dhënë Partia Demokratike në vetvete. Për mua, çmontimi i propagandës duhet me kenë një ndër misionet kryesore të Partisë Demokratike, me ose pas sistem zgjedhor të vlefshëm, sepse kanë hellë balë ministrinë e Partisë Demokratike dhe vazhdojnë e hellin balë sikur problemi është tjetër kund. Problemi është tek regjimi, tek ai që ka bërë të pamujtur zgjedhjen clear. Minutat e fundit ja kam kushtuar edhe mesazhet, por edhe pyetjes në lidhje me departamentin Brain Gain. Pikërisht nëse mesazhi thotë e quhen pa efikas, do të thoja nuk justifikoj pritshmëritë. Sepse normalisht ishte një përjerisive brenda Partisë Demokratike, të paktën me syrin e një politologut është vlerësuar dukshëm puna dhe kontributi që është bërë, sidomos në analizat politike. Megjithatë, a mendoni që vetë Partia Demokratike ose nuk arrit të shfrytëzojë ose kishte një rol protagonisti aq sa duhet? Shko, departamenti Brain Gain, pavarësisht se është konceptuar ajo është, nuk ka pas asnjë. Në fakt duke përjashtuar, kjo është opinioni im, se thanë, duke përjashtuar vetëm Tet Koplikun, i cili ka bërë një s'ka pas asnjë kandidat tjetër. S'ka pas asnjë kandidat tjetër të departamentit Brain Gain, por departamenti Brain Gain, pavarësisht se zoti Berisha shpesh e paraqitet si kopi i ardhshëm, ne kena ditë çajena. Ne kena një strukturë administrative që ka kanë e bashkangjitur pranë Partisë Demokratike me prodhu program, mrapa me prodhu fushat për kandidat caktuar, pra nuk ka kanë një grupim njerëzish që doshin mu bë deputet. Pavarësisht pra perceptimit, pavarësisht asaj manis një antar i deputet, ne në vetvete kena pas kushiencë për grupin ton. A ka pas ambicie për mu bë deputet aty? Patjetër. A është prit me pas më shumë deputet në parlament? Edhe unë tham që i kishin bërë në parlamentit shqiptar. Por gjithsesi, ne vetëm një rast u provume në Shkodër me një kandidat i cili para 6 muajsh ka pas hala valixhet e mbyllura. Pra, ka marrë preferencet, s'kam pas kohë as për me ju rikujtu fytyra njerëzve. E megjithatë, me atë angazhimin tim publik, me aq sa mujta me kriju struktura dhe më aq sa më ndihmunin strukturat e Partisë Demokratike, me profilin dhe me modelin që krijuame, pra un jam vazhdim i filozofisë të Brain Gainit në një kandidaturë të caktuar, arrit me për mendimin tim një sukses, jam i dyti mas një personaliteti siç është zoti Spahia, i cili ka vite që është në politikë, ka qenë ish kryetar bashkiet, ish deputet, dhe patjetër fitoria e tij është krejtësisht e justifikueshme, dhe jam i dyti si një nga më të votuar. Pra, departamenti Brain Gain vetvete si filozofi politike mjetoj. Për mendimin tim, jo vetëm mjetoj, por duhet më çu më larg. Dhe kjo i takon drejtuesit departamentit Brain Gain, që shumë shpejt do të mbledhen për me fort për departamentin dhe për vazhdimin e këtij departamentit. Pjesa tjetër, a arriti Partia Demokratike me shfrytëzu si duhet departamentin Brain Gain? Të jemi sinqert, jo. Sepse ne kena bërë shumë strategji, shumë propozime dhe një nga kryer propozime që kanë pra manualet antipropagandës, për mendimin tim nuk janë shfrytëzuar sa ç'kena kërkuar mu shfrytëzu, dhe për mendimin tim është një gabim për sa i përket strategjisë që nuk është përdor ato filozofitë dhe strategjitë sa duhet, nuk po them se nuk janë përdor. Nga ana tjetër, departamenti Brain Gain ditë mu atashu dhe me u përshtat me realitetin politik, siç ishin fushata elektorale, ju bashkangjit shumë kandidatëve duke i dhënë një ngjyrë të personalizuar fushatave tyne, kush na kërkoi ndihmë, pra si departament, dhe këtë kena bërë në tana qytetet e Shqipërisë, duke dhënë një
njoftje më të madhe të departamentit, personaliteteve të departamentit, i cili është një pasuni për Partinë Demokratike dhe është aty. Është pjesë e Partisë Demokratike dhe ka me kënë pjesë e vazhdimësisë të kësaj partie politike që për mendimin tem gjeneron elita politike, gjeneron idealista, gjeneron potenciale për me pështu Shqipninë, sepse për mu Shqipnia është në rrezik dhe shumë dje me vajzë, si ato që unë kam njoftë në departamentin Brengen, janë shpresa e shpëtimit Shqipnisë, sepse pavarësisht mundësisë me ndërtu të ardhmet e tyre në vende ku shtetet tjera kanë krijuar sigurinë ekonomike, sigurinë shëndetësore, sigurinë arsimore, zgjedhin marrën me pa betej të përfshi vetin tëm të parin, me një sistem i cili vret këdo dhe vret çdo lloj cilësijet. Pra, nuk është pak që ne, brenda Partisë Demokratike, kena një hambar laborator idesh, por edhe idealistësh. Tet Kopliku, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Shumë faleminderit profesor. Ky ishte emisioni jonë për sonde, të nderuar shikues, bashkë natën e mirë. Faleminderit.